أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. Falëndrimet I takojnë Allahut, Zotit të botrave. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë të dërguarit mëshirë për mbar njerëzimin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë atyre të cilët e shoqëruan dhe ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Fillimisht do të përshëndetim me selam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. Falemderojmë Allahun Azza wa Jall për një begatinë e Islamit dhe mjafton një begati madhore që Allahu Azza wa Jall na ndërron me ta. والحمد لله على نعمة القرآن والسنة. Dhe pas falëndrimit të Allahut Azza wa Jall me Islam që na begatoi, falënderojmë Allahun Azza wa Jall që na zbriti Kur'anin dhe na ndërroi me Sunet. والحمد لله على نعمة الأخوة في الإسلام. Dhe falënderojmë Allahun Azza wa Jall I cili na boni vëllezër në Islam. تلك النعمة التي تؤاخي بين العربي والأعجمي، ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أحمر أو أسود إلا بالتقوى. Begatia më madhore që Allahu Azza wa Jall na nderoi me vëllazëri dhe ky vëllazërilëk në Islam është në bashkon arabin me jo arabin, të ziun me të bardhin. Dhe kjo është një begati madhore që Allahu Azza wa Jall na nderoi dhe na dalloi nga të tjerët. هذه الأخوة التي جعلتنا من بلاد بعيدة نحب إخواننا هنا ونشاركهم منحهم ومحنهم ونتطلع أن نزورهم ونقف معهم بدعائنا وبما نستطيعه على مدى السنين عندما كنا نسمع عن المحن والحروب التي ألمت بإخواننا في هذه البلاد. Kjo është vëllazëria që vazhdimisht na ka përmalluar për vizitën e këtij vendi. Kjo është një vëllazëri e besimit që na ka bërë që të përjetojmë me ju gëzimet, po ashtu dhe sprovat. Kjo është vëllazëria që viteve të kaluara kur I keni përjetu sprovat në këto vende dhe ne I kemi ndjenë në vetën tonë dhe mi përpjekën që të lutemi për ju që t'i kaloni sa ma lehtë dhe sa ma mirë. والحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا فيه على الصيام والقيام حتى يشفع لنا بإذن ربنا. Dhe falënderimin I takon Allahut Azza wa Jall që na mundsoi të përjetojmë dhe këtë muaj madhështor dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ndihmon që ta xherojmë, që të bëjmë namaz natë dhe të jenë këta ndërmjetësim për ne ditën e takimit me Allah. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. Pra këta janë dy vepra madhore që Allahu Azza wa Jall ja ka mundsu që të ndërmjetësojnë për robin ditën e gjykimit.
agjerimi dhe Kur'ani. Agjerimi thot, o Zoti i Madh, unë jam ai që e kam lënë të etur, e kam lënë të uritur, e kam frenu nga dëshirat e tij gjatë ditës, më ban që të ndërmjetësoj për ta. Ndërsa Kur'ani flet dhe thot, o Zoti i Madh, unë e kam lënë këtë njeri pa gjumësi gjatë natës, më mëso që të ndërmjetësoj për ta. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta të dyrëve Allahu azza wa jall ja mëson që të ndërmjetësojnë për atë person që ka agjeru dhe ka lexuar Kur'an. لا تستهينوا بهذا الفضل ولا بعظيم ذلك الأجر الذي قد يفوق درجة الشهادة في سبيل الله عند الله صح الحديث بذلك. Për këtë arsye mos e nënvlerësoni këtë lloj ibadeti madhështor dhe mos e ulni vlerën e këtij ibadeti, nga se ky lloj ibadeti ka mundësi që të i kalon edhe shehit të lëkut me vdek për Allah, nga se ka ardhur në hadith të vërtetë. أخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما استشهد في سبيل الله والآخر بقي بعده نحو عام ثم مات دون ما شهادة أو قتال، فرؤيا هذا الذي مات بعد أخيه في درجة أعلى منه في الجنة. والشيء الثابت الذي وقر في نفوس الصحابة أن الشهادة لا يعدلها شيء. فلما وصلت هذه الرؤيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما وجه الغرابة في ذلك؟ أليس عاش بعده عاما؟ أليس صام رمضان؟ أليس قامه؟ مثل هذا يجعله في تلك الدرجة. Për këtë arsye në kohën e pejgamberit Allahut kanë ardhur vëllezër dhe kanë pranuar Islamin për një ditë. Njëri nga ata ka qenë më aktiv se vllau i tij. Për këtë arsye ky vllau që ka qenë më aktiv ka vdekur si shahid. Ndërsa vllau i tij ka jetuar dhe një vit edhe ai ka ndruar jetë. Pastaj është pa një ëndër, siç transmeton një sahabi, e ka pa këtë që ka vdek një vit pas ati ka hin para në xhennet dhe është lartësu më lartë se sa shahidi. Kjo ëndër që është transmetuar te shokët e pejgamberit Allahut ka lind çuditshmëri, nga se të sahabët e shokët e pejgamberit Allahut e dishin se nuk ka mundësi të barazohet me shahidin askush. Për këtë arsye e pyetën pejgamberin Allahut dhe i thanë: ja Rasulullah, si ka mundësi që një njeri mos të vdet shahid dhe tja të i kalon në pozit që në xhennet vllau ti që ka vdek shahid? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: a nuk është që vllau i tij jetoi dhe një vjet? Than po. A nuk është që vllau i tij agjeroi dhe në Ramazan? Than po. A nuk është që boni namaz natë edhe një vit më tepër se vllau i vet? Tha po. A nuk është që ka bon kaq sejdë më shumë? Ka thon po. Ka thonë pejgamberi Allahut: dhe në xhennet diferenca dhe dallimi mes tyre sikur diferenca dhe dallimi mes tokës dhe qiellit. ها أنتم أحبابي في أوائل الشهر فاحرصوا على اغتنامه صياما وقياما لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Pra vëllezër të nderuar, ju jeni në prag të këtij muaji, jeni në fillim të këtij muaji. Para të shfrytëzoni mirësitë që Allahu Azza wa Jall ju ka begatuar me ta. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ai që agjeron këtë muaj me besim në Allahun Azza wa Jall dhe me shpresë që Allahu Azza wa Jall ta shpërblejë, Allahu Azza wa Jall e përgëzon atë që thot të gjithë mëkatet, kuptohet e vogla, Allahu Azza wa Jall ja fal për agjerimin e një dite. Po ashtu nëse fal namaz natë, dhe namazi i tij bëhet me besim në Allah dhe me shpresë në shpërblimin e Allahut,
të gjithë mëkatet që I ka bën deri atë ditë, Allahu Azza wa Jall ja shlijen edhe ja falen. ولا شك أن الذي يصلي التراويح مع الإمام هو يقوم الليل. نعم، ربما لا يكون الوقت طويلا، وإن كان القيام سمي قياما لطول القيام فيه، أي لا بد من قدر من القراءة ولا بد من طمأنينة في الصلاة. S'ka dyshim se ai që flet namaz natë me imamin ka mundësi që të jetë të namazi I shkurt, edhe pse nuk quhet në gjuhën arabe, quhet namaz natë, qëndrimi në kam, që nën kupton se preferohet që të lexon sa më shumë që është e mundur në namaz, nga se kështu emërtohet në gjuhën arabe namazi natës. Namazi natës do të thotë qëndrimi në kam më gjatë. Megjithatë, ثم انظروا إلى هذا الفضل. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. megjithatë, paramendone dhe meditone këtë hadith të pejgamberit Allahut I cili thotë: nëse njeriu me imamin e fal namazin e yacijës, e ka vlerën te Allahu Azza wa Jall sikur me pas qëndru në kam gjatë sa me fal gjys natën. E ai që e fal namazin e sabahut me imamin e ka vlerën sikur të kish bën namaz natë tër natën. ثم ذاك الفضل أنك حين تقوم مع الإمام استغرقت ساعة أو أقل أو أكثر، فلم تنصرف عنه حتى ينصرف هو. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ثواب قيام ليلة كاملة. Pastaj paramendo dhe medito hadithin e pejgamberit Allahut I cili thot: ai që qëndron me imamin në namaz natë deri në fund e ka shpërblimin sikur me pas qëndru në ibadet tër natën, edhe pse ka mundësi që ki imam mos ke qëndruan në ibadet vetëm një pjesë të shkurtë të natës. لا تكن ممن يصلي 4 ركعات مع الإمام فإذا جلسوا للترويح انصرفت، ولا تكن ممن يفرح برمضان في أول أسبوع ثم تفتر همتك وتضعف عزيمتك حتى يأتي العشر الأواخر فتقول أجتهد في العشر الأواخر لعلي أدرك ليلة القدر. تريد أن تدرك ليلة القدر، قم رمضان كاملا ستدرك بإذن الله ليلة القدر. Pra mos u bën nga ata që masi ti falsh 4 rekat dhe ulen për pushim, si quhet namazit taravis, namazi pushimit, e ti të dilsh prej xhamis dhe të ndërpresh namazin e natës. Pra mos u bën dhe nga ata të cilët vetëm të parë ditë je aktiv në ibadet e pastaj të kap logështia dhe thua se inshallah në 10 e fundit do të jem aktiv që ta përjetoj natën e Kadrit. S'ke mundësi ta përjetojsh natën e Kadrit 10 netët e fundit nëse nuk je aktiv nga ditët e para në Ramazan. Gjallëroj netët e Ramazanit të gjitha do ta përjetojsh natën e Kadrit. قال صلى الله عليه وسلم: من قام شهر رمضان أو قال من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. Parat ka në hadith për nga merit Allahut, si transmetohet me një transmetim, ai që e gjallaron Ramazanin dhe që e përjeton natën e Kadrit, I falen gjithë mëkatet.
هذه الليلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرم. Kjo është një natë e bekuar që për ta ka thonë pejgamberi Allahut, ai që privohet nga kjo natë, ky është i privuar. هذه الليلة بالنسبة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام جائزة، والجائزة تحتاج إلى مسابقة، والمسابقة تحتاج إلى تنافس واستعداد. Kjo është nota e Kadrit, është një dhuratë për ummetin e pejgamberit Allahut. E çdo dhuratë për ta përfituar do garim në ta. E çdo garim do para pregaditje për ta. E nëse jemi të pregaditur dhe garojmë, sigurisht që do ta fitojmë. Alhamdulillah ala ni'amihi al-'azima wa ala'ihi al-jasima. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për begatitë e shumta të tij. Një ndër falënderimet e veçanta është që Allahu Azza wa Jall na ka përzgjedh dhe na ka bën nga ahli sunna wal jamaa, nga pasuesit e sunnetit pejgamberit Allahut, në atë që janë pajtu shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. فلسنا خوارج ولا مرجئة. S'jemi nga khawarijët, as nga murxhiët. ولسنا دواعش ولا مداخلة. E as nuk jemi nga të ashtë-quajtur ISIS-at, e as të ashtë-quajtur Rabiotët. ولسنا شيعة ولا متصوفة. E as nuk jemi nga shiat, e as nga sufit. نحن ولله الحمد أمة وسط. Na falëndojmë Allahun që Allahu Azza wa Jalla na ka përzgjedhur të jemi ummeti mesatar. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. Allahu Azza wa Jalla na cilëson në Kur'anin e Kerim dhe na thotë që kështu ju kemi bën ummet mesatar që të dëshmoni për mbar ummetet që kanë qenë para jush, dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e kemi bën dëshmitar për ju. ونحن نسير على القرآن والسنة، تلك المرجعية التي حددها ربنا لنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Parat ne hesmi në rrugën që na ka përcaktu Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, hesmi pas Kur'anit dhe sunnetit pejgamberit Allahut. Ku thot Allahu Azza wa Jall, nëse hasni mosmarrveshje në një çështje, ktheni Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nënkupton sunnetit të tij. Nëse besoni Allahun Azza wa Jall, kjo është më e mirë për ju. العقيدة عندنا واحدة والأصول ثابتة فماذا بعد الحق إلا الضلال. Për këtë arsye akidja, besimi është i qartë dhe parimet janë të qarta. Pas të vërtetës nuk ekziston vetëm se e pavërtetë. فروع الشريعة تقبل الاجتهادات، وليس اجتهاد مالك بأولى من اجتهاد أبي حنيفة، ولا اجتهاد الشافعي بأولى من اجتهاد أحمد بن حنبل، فكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس. Parat thot në aspektin e degëzimit, pra besimi është dhe parimi është i qartë dhe është një, që nuk pranon ndarje, ndërsa çështjet e fesë, degëzimet e fesë në çështjen e fikut janë të lloj-llojshme. Pra atë nuk është më parsore ijtihadi Imam Malikut para Ebu Hanifës, e as Imam Ahmed ibn Hanbelit para Imam Shafiut, nga se të gjithë janë ata të cilët kanë marrë dhe kanë përfituar nga pejgamberi Allahut. هذه
المدارس المتبوعة والأئمة المكرمون نتبعهم دون أن نتعصب لأحد منهم ولا نعتقد في واحد منهم العصمة وأنهم معرضون للخطأ أحيانا في اجتهادهم ومخطئهم له أجر ومصيبهم له أجران غير أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا. Pra këta medhebet të cilët janë prezent dhe këta imama I të nderuar që I pasojmë, s'ka dyshim se të gjithë janë ijtihadet e tyre që kanë bënë në fenë Allahut Azza wa Jall. Ata që e kanë qëllu e kanë dish probleme, ata që kanë gabu e kanë nish problem. Të gjithë janë që marrin nga pejgamberi Allahut, mirë po nuk janë të ruajtur nga gabimi. Ka mundësi që ta qëllojnë dhe ka mundësi që të gabojnë. Pra ne I ndjekmi të gjithë ata, mirë po nuk I ndjekmi me fanatizëm dhe nuk pretendojmë se çdo sen që e kanë thonë e kanë qëllu dhe nuk kanë gabu. Ai I pagaburi është pejgamberi Allahut. وهذا لا يمنعنا من أننا نأخذ بآراء المجددين الذين كانوا بعدهم فالأئمة الأربعة كانوا من التابعين ثم جاءت القرون وعلى رأس كل قرن مجدد أو مجددون حققوا مذاهبهم وصوبوا أخطاءهم فهذا سفيان الثوري وهذا الأوزاعي وهذا ابن دقيق العيد وهذا ابن تيمية وهذا ابن القيم وهذا ابن حزم ومن جاء بعدهم أئمة على الدرب جلهم من المجتهدين والأئمة المجددين لا يمنعنا التعصب أن نأخذ بآرائهم متى صح الدليل ولله الحمد. Nëse kuptojmë këtë që imamët janë ata të cilët kanë morë nga pejgamberi Allahut, megjithatë kanë bërë ijtihadin e tyre, e kanë qëllu dhe kanë gabu. Kjo na bën me dije që kemi të drejta të mormi dhe nga dietarët që kanë pasu dhe kanë ardhur pas tyre, që I kanë përmisu gabimet e tyre, që ne kanë shfaq argumentet e qarta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Imamët të cilët kanë ardhur pas tyre, që kanë korrigju gabimet e të mëparshmeve të tyre, përderisa besojmë se të gjithë nuk janë të ruajtur nga gabimi, atëherë kjo neve na bën që të mormi nga ato, nga se nga thënjet e të parëve të tyre kanë thonë, nëse hadithi është I vërtet, është prej medhhebit tim. من الشرور التي ابتليت بها الأمة الجهل من ناحية والتعصب من ناحية أخرى مما أدى إلى فرقة الأمة والفرقة في أي أمة طاعون وسرطان متى حل بها فتك بها وجعلها نهبا لأعدائها. Problemi më I madh ka ardhur nga pasuesit e këtyre, në një aspekt nga ignoranca e disave dhe nga fanatizmi të qerrë. Këto janë ata të cilët kanë kriju ndarje dhe përçarje në mesin e umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, ne sot jemi ata të cilët I shijojmë këta probleme dhe ndarje për shkak ignorancës së disave dhe për shkak të fanatizmit të qerrë. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يشخص الداء ويصف الدواء ويضع لنا علاجا ومنهاجا
في حديث واحد من بين آلاف الأحاديث التي قالها صلى الله عليه وسلم. Kjo është pejgamberi Allahu që na përshkruan, pejgamberi Allahu që na përshkruan edhe sëmundjen edhe ilaçin. Na tregon qartas dhe na mëson me hadithe të vërteta siç thot ai. جاء في السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي في روايته وكل ضلالة في النار. Ratë thot pejgamberi Allahut me një hadith që se transmeton një sahabi I quajtur Irbad ibn Sarije, që thot pejgamberi Allahut na këshilloi me një këshill ndikuese që në bani që si tonë të lëtojnë. Me këshillën e pejgamberit Allahut u trënditën dhe zemrat, derisa menduam se kjo është këshilla e fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që po ja lën testament ummetit të tij. Pra ti tham, oj dërguari I Allahut, na I lëni porosi, na I lëni testament që të përfitojmë pas teje. Thot pejgamberi Allahut, sparit keni frikë Allahun azza wa jall. E dita ta ndëgjoni dhe ta respektoni udhëheqësin musliman, qoftë edhe nëse ka prej ardhen prej Etiopis. Pastaj thot pejgamberi Allahut, përmbajuni sunetit tim dhe sunetit të mëkamsve të mi që vinë pas meje. Nga se nëse jetoni pas meje do të shifni për qarë dhe ndarje të shumta. Përballju sunetit pejgamberit Allahut dhe ata kapne me dhëmbal dhe ruajni risive dhe bidateve, nga se bidatet çojnë në humbjen në dalalet. Me transmetim shtotim Imam Nesaiu që thot dhe çdo dalalet të çon në zjarr. كما سمعتم الحديث وتمت ترجمته، لكنها إشارات أو وقفات من خلال هذا الحديث الذي يضع أيدينا على العلاج والمنهاج. Siç e ndëgjuat këtë hadith dhe përkthimin e tij, mirë po ne do të ndalemi pak me këtë hadith të pejgamberit Allahut, ku ky hadith na I përshkruan sëmundjen dhe na tregon ilaçin njëkohësisht. قوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة، لما لا تكون بليغة وقد قال عليه الصلاة والسلام أوتيت جوامع الكلم. Pejgamberi Allahut fillimisht që e përshkruan e Irbad ibn Sarije këtë hadith, thot pejgamberi Allahut marrti një fjalim. Dhe fjalimi I tij ishte për mbledhës, nga se pejgamberit Allahut një ndër mrekulli që ju ka dhëruar, ju ka dhënë për mbledhja e fjalëve, që nënkupton të flet pak me domethënie të madh. ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وكذا كل متحدث أخلص في موعظته ووجد قلوبا سليمة تستقبل تلك الموعظة، فالتأثير كذلك هو وجل القلوب وبكاء العيون. Pra s'ka dyshim se çdo këshill e sinqert, nëse ha zemra të sinqerta që pranojnë këshillën, kanë
me dhonë rezultatin, siç e dha rezultatin fjalimi pejgamberit Allahut, që ishte i sinqert dhe buronte nga zemra, që i tronditi zemrat e shokëve të tij dhe i bëri që sinjt të lëtojnë. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع وموعظة المودع أغلى موعظة وأبلغ شيء لأن هذا الذي يودع ما يحدثك عن أمور يسيرة أو بسيطة إنما يحدثك عن شيء أهم شيء ينبغي أن تحرص عليه. Pra atë shokët e pejgamberit Allahut atë shumë ndikoi fjalimi i tij dhe aq ishte i rëndësishëm fjalimi pejgamberit Allahut dhe i thanë ja Rasulullah, na duket se sikur po na këshillon dhe po na jep lëm të mirë. Për shkak se njeriu i cili e jep fjalimin e fundit përshëndetës, fjalimin që nuk e takon pas, s'ka dyshim se i kushton në rëndësi çështjeve madhore dhe nuk mirët me çështjet ditësore. فماذا تعهد إلينا أي بأي شيء توصينا؟ فذكر عليه الصلاة والسلام أهم الوصية التي هي وصية المودع فعلا. Pra ti thanë ja Rasulullah, ne po e ndim sikur që është një këshill lëmtumirës. A ke mundësi apo na le ndonjë porosi për shkak se porosin që e lën është me domethënie. فقال أوصيكم بتقوى الله إنها الوصية الجامعة التي وصى بها الأنبياء أممهم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porosinë e parë që e drejtoi tha, jo poroset që të keni frikë Allahun azza wa jall. Kjo ishte porosia e gjithë pejgamberëve të Allahut. Allahu azza wa jall e tregon në Kur'anin e Kerim dhe thot se gjithë pejgamberët, ato që kanë qenë para jush, e kanë porosit ummetin e tyre që të kenë frikë Allahun, pra dhe ju gjithashtu të keni frikë Allahun dhe të përmbahuni në këtë porosi. والتقوى امتثال أوامر واجتناب نواهي ووقوف عند حدود الله تعالى وهي خلاصة الدين وثمرته. Takwa Allah, devotshmëria do të thotë përfillja urdhëve të Allahut azza wa jall, largimi nga ndalesat e Allahut dhe qëndrimi pranë kufive të Allahut, mos të i kalimi kufive të Allahut, dhe kjo është ajo bërthama e fesë Allahut. كما أنها هي ثمرة الصيام حين لا تقف عند الكف عن المباحات بل تكف عن المحرمات فتصل إلى تقوى رب الأرض والسماوات. لذا قال ربنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Për këtë arsye dhe kjo është friti i agjerimit, siç e ka përshkruajtur Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim, nga se njeriu me agjerim braktis sendet e lejuara në esencë, por braktis edhe sendet e ndaluara paraprakisht. Pra Allahu thot në Kur'anin e Kerim, o ju që keni besu, juve u është obligu agjerimin, siç është obligu dhe popujve para jush që ta arrini shkallën e devotshmërisë. بعد أن قال أوصيكم بتقوى الله قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فالعبد الحبشي في نظر الإسلام كالشريف القرشي. Parat porosin e ditë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të ndëgjoni dhe të respektoni edhe nëse ju udhëheq një rob me prej ardhe nga Etiopia, nga se në Islam një rob etiopian është i barabart me një njeri të lirë që ka prej ardhe nga Quraysh. السمع والطاعة لولي الأمر
هي طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لذا أنت تقرأ قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلك أن تتخيل أنه بعد طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تأتي مباشرة طاعة ولي الأمر. ولي الأمر إما بمعنى الحاكم أو بمعنى العالم، لكن هذا مقيد بقيود ومشروط بشروط. Pra porosia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë të ndëgjoni dhe të respektoni udhëhecin tuaj. Udhëheci në Islam, respektimi dhe ndëgjimi i tyre është nga respektimi dhe ndëgjimi i Allahut Azza wa Jall. Nëse Allahu Azza wa Jall i drejtohet besimtarëve duke thonë respektonu bindju Allahut dhe bindju pejgamberit Allahut dhe bindjuve udhëhecave tuaj. Udhëhecët e juaj është njëri nga këto të dy, ose udhëheci qeveritar, ose udhëheci dietar. Mirë, por respektimi dhe ndëgjimi i qeveritarëve dhe udhëhecëve është i kushzuar me kushte dhe është i lidhur me këto pronga që duhet që ti përmbush. القيد الأول تلحظه في الآية: الفعل أطيعوا الله طاعة مطلقة، أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بل قال وأولي الأمر دون ذكر الفعل وأطيعوا لتكون طاعتهم في طاعة الله وطاعة رسوله، ومن طاعة الله وطاعة رسوله، وهو المعنى الذي أشار له النبي عليه الصلاة والسلام بحديثين: إنما الطاعة في المعروف، والحديث الثاني: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Dhe këta kushte të cilët duhet të plotëson udhëhecat për të ndëgjuar dhe për të respektuar, hasat në ajetin të cilën e recituam pak më parë. Ku thot Allahu Azza wa Jalla: ju besimtar, bindju Allahut. Pastaj e përsërit prap foljen bindju, dhe thot dhe bindju të dërguarit Allahut. Ndërsa kur e përmend udhëhecin, a nuk e përsërit foljen bindju, që nën kupton. Me di hadithet pejgamberit Allahut është sqaruar kjo ajet, që ka thonë pejgamberi Allahut, ndëgjimi dhe respektimi është kur është në të mirë, kur është në të drejtë. Dhe kjo është hadithi pejgamberit Allahut. E dyta, thot pejgamberi Allahut se nuk dëgjohet dhe nuk respektohet njeriu nëse urdhnon në diçka që e i dhëron krijuesin. Pra nuk ndëgjohet dhe nuk respektohet krijesa nëse urdhnon për diçka që e kundërshton krijuesin. Kjo është kushti i parë për të ndëgjuar dhe për të respektuar që ka thonë pejgamberi Allahut: ndëgjoni dhe respektoni qoftë edhe nëse në rob etiopian.